Fjalë shumë të ashpra të thëna nga Stenaldo, fillimisht karshi Brikenës, më pas edhe karshi Kristit edhe Eugenit, po sidoqoftë nisi me Ilirin. Ilir, a e ndjen veten sikur le themi të madhe gjën e bëre ti duke thirrur njërin dhe tjetrin kur Brikena ishte duke folur me ty, apo Brikena foli me mua? Po. Dhe unë as baja më fare çfarë kisha thënë. Për shpirt të nënës, se unë edhe nëna kisha të verbër, nëna një sy kishte të prishur, edhe nga njëri shikonte vetëm 30%. Shkoni për tek kësaj tani. Edhe s'ka lidhje kjo, fare. Jo, qartë. Po tani e përdorën, domethënë 2-3 veta që shikojnë në gojën time çfarë them unë e thash, po që se është ndjer njëri nga ajo që thash unë, po kërkoj falje dhe për ata njerëz që mund të jenë prekur. Po unë këtë e thash në formë të shakas, dhe as e kisha fare mendjen, nuk e bëra unë me as me qira. Po ajo mënyra si më thiri ajo mua dhe tha, dhe unë i thash Mirit sepse e dinja që as njeri si kishte fatur ndërmend kjo. I thash Miri, çfarë tash unë ku di unë tha Miri. Edhi stile, çfarë tash unë këtë reagimin që thua tani që i kërkoj falje për kush mund të jetë prekur. Në fakt kjo ishte gjëja që Brikena kërkoi, pra dëgjoj, unë dëgjova. Jo, ai kërkoi falje Aldos, tash më Aldos s'kam se i vetë sa ato. Me iden që Aldo mund të jetë prekur nga ajo fjalë në mendjen e saj. Pra këtë gjën që ti po thua tani në live, në vend që të thrisje Mirin dhe tjetrin, mund ta kishte zgjidhur me Brikenën shumë kollaj, ti kishte thënë, po pse? E pas kam menderosur. Unë bezdisa sepse Tu duk si kur Brikena po e përdorte këtë gjë. Po. Me njeriu që shenë gjitur, me këtë. Me kë? Ja emri, si ka kë? Eugeni? Me Angelo. Me Angelo. Të dy ishe e të dy be. Se as njeri nuk i ranë në sy këtyre të dyve jurat. Qarë të përnë. Okej, Brikena, ti e mendon edhe si kur nuk besoj do thuash e përdora këtë situatë me gjitha të. Atëherë Lidian, unë qoftë se kisha pas për me përdor këtë situatë, kisha përdor herën e kalume kur Iliri ka pas një situatë shumë atë agravume se sa kjo. Në momentin që Iliri... Po flet për Eugenin? Po, ti shkon për me përdor, i kisha përdor aty dhe i kisha shku kondër. Po, unë menaj edhe besoj që një person që ta dën të mirën, të kallëzon edhe kur e ki gabim, jo veç kur je mirë edhe me ta bo gjithmonë rrafsh. Në momentin që Iliri ka thonë atë fjalë, unë i kom thonë me njëherë, Ilir kujdes që apo folë, se Iliri nuk e tha veç atë fjallë, veç adin nuk është që e tha veç atë fjallë, që hajt adin i ka pështu goja, nashta dhe i ka pështu goja, ama mu nuk umë pëlqej ajo pjesë, ajo fjallia që tha më përpara, nuk ka pamje të bukur, nuk ka pamje të bukur, duket si edhe mu ajo gjë unë prejko dhe veç i thash, Ilir thash kujdes që apo thfolë, edhe o afrova dhe i thash, Ilir thash... Po, së të kuptojna, po të qarë në tua të thash. Jo, është edhe klipi. Edhe unë e këqyra Lornën e kuptoj edhe shkum për me i thonë Ilirit. Do me thonë videoja... Po, gënjen, Brikena gënjen, je duke gënjyë. Se kështë kuptuar farë që Sepse kjo po bënd të shaka, sepse kështë ngrëm baklavan e grupit, kështë ngrëm Kristi, është e vërtet Kristi, dhe kjo po bënd të shaka. Dhe ti më kthesh mua dhe thua Ilirit se përmëndi këtë fjalë dhe unë ngella, thash çfarë fjale, pastaj më kujtua. Ky po bënte shaka se kishe me Stenaldon. Na tregoi në reagimin e Stenaldos. Se Stenaldo ishte prekur. Nuk do Stenaldo dhe pastaj doli për jashtë e bëri një drama super të madhe. Po që s'kishte lidhje fare. Stenaldo se kishte dëgjuar fare, me sa duket, dhe pastaj i thirrën ti gjithë njerëzit që kanë thirrë Ilirin. Është vërtet. Jo, Lediona, mund të vazhdoj. Po, Brikena mbyllet. Okej. Atëherë, do me thonë, aty ja veç tash Ilirit. Momentin që unë diva keq për atë fjallë, kemi qenë jashtë unë Angelo edhe ka ardhë Iliri me senën. Edhe unë thjesht i thash Iliri. Iliri thash për menimin tim se s'kam dasht me botë madhe. Parë se me dal Iliri, ka dal edhe Kristi. Nuk i kemi thonë gjo se unë thjesht nuk kam dasht me... Vish një sekund, a mund të klasis sekund? Lorna, një moment. A mund të mbaroj sekund? A mund të mbaroj sekund?
edhe në momentin që Iliri dul jashtë, Lediona mund ta përfundoj të lutem. Patjetër. Nëse na lejon Lorna, mund ta përfundoj. Atëherë në momentin që Iliri dul jashtë, kemi qenë vetëm 4 veta dhe I thash, Iliri thash për menimin tim aty ke gabuar. Këtë e pam. Edhe unë nuk desha. Në asnjë rast ti thua që në asnjë rast kjo nuk është një gjë që ti e ke përdorur për të krijuar një Unë kam mujt me dashur me përdor, kam mujt me ju thonë edhe persona të tjerë, nuk ju kam thënë persona të tjerë. Unë kam thënë vetëm Ilirit ka qenë Seno, se Seno kështu ashtu e kish marrë vesh, se është domethënë avokati Ilirit, kështu ashtu e kish marrë vesh. Edhe kesh unë edhe Angelo, edhe thjesht I thash, për menimin tim duhesh me kërku falje për këtë gjë, se mu nuk më ka ardhur mirë. Nashta okay. Senaldo është personi fort, po ka jashtë personat që nuk janë të fort. Edhe thash, për menimin tim, edhe ka qenë thjesht si jam di unë tash nuk do me thonë qofse unë ndihem keq për një gjë, nuk I kam këtu me jep arsyetim as kujt qofse unë ndihem keq për një gjë. Unë jam di keq edhe flas për çfarë ndihem keq. Absolutisht. Dhe kjo është krejt okay, sepse ndjeshmëria e secilit prej jush është e ndryshme. A u ndjeve keq nga mënyra se si Stenaldo reagoi mbasi kuptoi gjithë situatën? Po, unë diva keq se në radhë parë, unë thjesht hypse të vrava është drypse të vrava, nuk është se unë nuk është se kam thane gjë, as është se kam ofendu, mu me mu drejtu një person në njërë t'il, më mbërtit ashtot, nuk e bën as një familjari imi, kështu që jo Stenaldo, po askush nuk ka shanca me bë ma gjë për me ardhe edhe më mbërtit mu në atë mënyrë, edhe më mbërull mu në atë mënyrë, se unë thjesht e pash një gjë që ka thonë, një gjë pahishme, edhe tash lutem, tash thjesht tash kërko falje, tash Stenaldo Kyri kam gabu, nashta veç I ka pështu për I gojës Iliri, se Iliri ka bë dhe pa qëllim, nashta veç I ka pështu për I gojës, po në qofë se unë e shof një person që ka gabu, është instikti im personal që unë shkoj dhe I them, shif se ke gabu, ja them në ftyrë. Stenaldo, pse ishe aq I revoltuar nga situata edhe me Birkenën? Të kuptojmë, është diçka të cilën e diskutuam dhe të shtunën për kujdesja e saj që ti e quajte të tepruar nuk të pëlqeu, por nga kjo situatë të bëri ti ishe shumë I revoltuar dhe I tensionuar kërshi saj. Mbrëma, Lediona dhe të gjithve, tani, të them të drejtën unë do kisha dashur të isha protagonist në Prime për diçka tjetër dhe jo për këtë. Megjithatë rrethanat vinë ashtu siç vinë. E di, po kur të pyeti Loreja në krevat sot, a do e diskutojnë këtë gjën, I the me një siguri blatante patjetër që po. Pa diskutim, sepse ishte një ngjarje jave dhe këtu në Prime këto gjëra diskutohen. Atëherë, nëse diskutohen këto gjëra do flasin. Jo, absolutisht. Unë them do të doja të isha. Nuk them që s'dua të flas për këtë bisedë që ne po bëjmë tani. Qartë. Do kishte probabilitet më të lartë mos ta bëj gjithatë skenën. Një moment, Kristi, të lutem se po flas me Stenaldo. Probabilitetin se është për te. Ta nisim nga e para gjën. Ky program është një reality show dhe gjërat janë televizive. Brikena nga ana e saj nuk është një person I papërfshirë në shtëpi. Që do të thotë, një person I përfshirë është rrjedhimisht edhe lojtar. Dhe një lojtar I përdor në një mënyrë apo në një tjetër ato që ka ndodhur në shtëpi për të avancuar lojën e tij. Nuk ka asnjë problem me këtë në raport me Brikenën, por ka një problem në raport me arsyeën pse jam futur unë në këtë program. Unë në këtë program nuk jam futur të qaj. Pik. Jam futur të bëj më të mirën time brenda mundësive që kam unë. Por në qoftë Ledion, ne të dy kemi punuar bashkë dhe njemi bashkë. Dhe unë nuk jam personi që përpara çdo lloji situate tërhiqem në veten time dhe I lë rrugë të tjerëve. Fjala që me Demek Iliri ka përdorur aty, do t'ishte... Jo me Demek e ka përdorur. Jo, po pra patjetër, po them me Demek për tjetër arsye. Sepse ajo fjalë së pari nuk mu drejtua mua. Ajo është fyese kur I drejtohet një personi në mungesë shikimi. Apo një komuniteti të tërë. Ai përdori një fjalë që në fundit mund ta përdori sepse është ndoshta edhe fjalori I tij, ndryshe nga mendimi që ka Kristi për mua Iliri, nuk ka njëtin fjalor që mund të kem unë apo Kristi vet, ka fjalorin e tij, ka të drejtën e tij të shprehet në një formë caktuar, nuk ka të drejtë më fyej mua. Patjetër që jo. Por unë kur nuk fyeva. Unë qartësova. Dhe mënyra se si unë drejtova Brikenës I përket të gjithë grupit këtu. Sepse njerëzit duhet ta dinë dhe duhet ta kuptojnë që thash,
Unë kam ardhur në shtëpi për të bërë pjesën time. Qartë, e kuptoj. Ashtu siç diun ta bëj. Por Unë nuk të ndërpres një sekond, do me thënë. Patjetër. Brikena ka një sens protektiviteti ndaj teje. Dhe revolta jote është si për t'i thënë të gjithë atyre duke përdorur Brikenën, që juve nuk duhet të keni këtë sens protektivitetin ndaj meje. Pra mos më mbroni i thua ti, sepse unë nuk e di pse, dhe mas rotinës është ashtu apo jo, mu duk si kur ti doje t'i flisje të gjithve duke përdorur Brikenën. Brikena ishte vegla jote në atë diskutim si për të ngritur t'i zërin. Në tojza Brikena ishte pozicioni që mori vetë. Nuk ishte as vegla ime, as vegla e as kujt. Brikena ishte pozicioni që mori vetë. Po Ledion, ky është një program publik. Dhe njerëzit këtu me atë që bëjnë fitojnë dhe humbasin pikë. Unë në këtë program nuk jam futur që të fitoj dhe të humbas pikas, të humbas ndoshta po, por që të fitoj pik dikush nuk jam futur. Dhe unë, kur se si nuk mund të lejoja që një fjalë e hedhur ashtu ka limthi të kthehej në lojë. Se po t'ishte puna për ta kthyer në lojë, e kisha kthyer në lojë vetëm. Dhe ja kisha thënë vetë Ilirit, si guxove ti të më thuash mua këtë, po ty s'të vjen turp, po kisha shkuar në dhomë të rrëfimit, po kisha qarë po të qaja dot, po kisha bërë një super dram, edhe ndoshta ju kishit marrë një mas. E kuptoj. Po ndërkohë